raport që për të gjitha ata që kanë patur durim ta lexojnë, konstatojnë se janë paraqitur zhvillimet më të këqija, të mundshme, në një proces zgjedhor të kontrolluar nga qeveria. Raporti i cili konstaton se në vitin elektoral një lloj si në çdo diktaturë tjetër autokratike, kreu i narkoshtetit arreston burgosa, apo arreston në shtëpi apo fut në procese penale liderët e 3 partive kryesore të opozitës. Për të marrë mandatin e 4, në kundërshtim me ligjin kombëtar dhe ndërkombëtar të zgjedhjeve, organizon 4530 aktivitete përfshi ditën e zgjedhjeve Giro d'Italia me 7 milion euro një organizate private, ndërkohë që sot në mënyrën më të papërgjegjshme dhe unike në botë u deklaronte qindra smurëve që me smundje të rënda, familjeve të mira tjerëve që nuk janë më, se nuk kishim ilaçe, me qenë se ishin shumë për mjekimin e tyre. Ky njeri i papërgjegjshëm mund t'i vesh çdo epitet, por të shpenzosh 7 milion euro ditën e zgjedhjeve për një organizatë private si Giro d'Italia, të ndërtosh kopshtin e Denit në oborrin e qeverisë, në oborrin e ndërtesë qeverisë, 4,2 milion euro, të blesh makina për vete, makinat e tretë e blinduar që shkojnë në total dhe jo blinduar në total 1,5 milion euro. Të shpenzosh 22 milion euro udhëtime në 2 vite. Të hapësh shishe 33.000 euro Romane Konti në zyrat tua. Të udhëtosh me charter 10 herë dhe të lash të smurt në kthetrat e më të pamëshirës, vdekjes kryer një krim kundër njerëzimit, pa ilaçe, të lash pa ilaçe. Pikërisht sot, pranoj se i lam pa ilaçe sepse nuk kishim, se ata ishin shumë. Unë ju garantoj se të gjithë ata pa përjashtim, të gjitha ilaçet e tyre të cilat është e vërtetë se janë të kushtueshme dhe shumë të kushtueshme, të marras bashku nuk kushtonin kur as dhe 1/5 e shpenzime personale të Edi Ramës për avion, për makina, për kopshtin e Denit, për Giro d'Italia. As 1/10. Por natyrisht, njerëzit i shumëzon me zero para interesave të verbra të pushtetit tënd. Sot ai në shpirt ka zëmri, si për t'i prekur, unë i kujtoj qytetarëve eksperiencën e tij personale. Edhe me makabër bëhesh me këtë Edi Rama.
se nuk besoj që ke lanë një person tanin pa ilaçe, edhe unë uroj që të shërohen. Po të kishe ndjeshmërinë ti, po ti konsideroj qenje njerëzore, dhe po të dije se jeta është e drejta më themelore një qenje njerëzore, ti si lije kur ata pa ilaçe. Ti u bjerje vizë të gjitha këtyre shpenzimeve për të garantuar ilaçet atyre. Tani thua se këtë vit do keni ilaçet. Uroj që të mos ja u vidhni ilaçet. Siç keni vepruar, se ju keni vjedh paratë e ilaçeve, sepse ju keni bërë administrata jote ka bërë tregti me ilaçe. Ministra jote është pasuruar me ilaçe. Administrata jote është pasuruar me ilaçe. Janë të gjitha këto të evidentuar në aktet kontrollit shtetit. Unë ndala të ky moment të dashur qytetarë dhe qytetare, se ky është një moment shumë i dhimbshëm. Po ky është njeri i papërgjegjshëm, njeri që për pushtetin e tij është i aftë të bëjë gjithçka dhe të mashtrojë çdo gjë. Ju ndëgjuat 2 ditë më parë. Me vrasjen që ndodhi me vrasjet që ndodhen në borën e aeroportit. Që të gjitha në patronazhin e shtetit aty, narkoshtetit. Ky deklaroi se na mungonin kamerat, po cilat kamera mungonin më? Po shqiptarët për atyre kamerave që janë aty pan çdo gjë, pan gjithçka me detaje. Përveç se ti që nuk i shef, se ti do mashtrosh. Pra, kemi shumë probleme për të debatuar së bashku. Dhe unë jam i hapur për çdo pyetje. Mirëpres me kënaqësi pyetjet tuaja, komentet dhe sugjerimet. Nuk po zgjatem më shumë. Faleminderit. Pyetja e parë vjen nga Fatos Doçi. Përshëndetje doktor. Pyetja ime drejtuar kryetarit opozitës është çfarë duhet të bëjë më kjo bandë qeverisëse që opozitës t'i zgjohet nervi i revoltës dhe pse vazhdohet me protesta të kota që veç se lodhin njerëzit dhe i bëjnë ata skeptik ndaj opozitës duke filluar të besojnë se jeni bashkë. Faleminderit për pyetjen, Fatos. Se çfarë duhet të bëjmë, sigurisht është një pyetje shumë e drejtë dhe pyetje kryesore. Po për t'i dhënë përgjigje kësaj pyetje, mendoj se çdo opozitar duhet të shqyrtojë, të analizojë realitetin ekzistues sot. Dhe të bindet se çdo krahasim me realitetet më parshme të viteve 2009, 2012, 2006 me radhë, është absolutisht i paqëndrueshëm. Fatos do t'jap 2-3 shembuj. Pse unë theksoj që në analizën tonë dhe në përgjigje ndaj kësaj pyetje të rëndësishme kapitale që shtron ti, ne përgjigjen duhet ta nxjerrim nga realiteti në cilin jetojmë. Në vitin 2009, ju e dini që zgjedhjet u mbikëqyren nga një armike e hapur e saliberisht që quhej Audrey Glover, e shpallur nga unë non grata në vitin 96. Por, për të rënë shkurt, raporti që misionet e përbashkëta të OSBE ODIHR-it, Këshillit të Europës dhe Parlamentit Evropian firmosen për ato zgjedhje thoshte se zgjedhjet plotësuan kriteret kryesore
të OSBE-ODIHR-it për kriteret kryesore ndërkombëtare të OSBE-ODIHR-it për zgjedhjet. Së dyti, fatos, 4 muaj para atyre zgjedhjeve, unë nxora një vendim qeverie, me të cilin ndaloja në mënyrë të prerë administratën në përdorimin, në kategorike, përdorimin e burimeve të shumta, të panumërta, të administratës në funksion të zgjedhjeve dhe në interes të Partisë Demokratike. Duke filluar nga vetja ime, në fushat mora një makinë me leasing nga Partia Demokratike. Po kjo zonjë, në raportin e saj konkludoi se kryeministri i vendit, për të parandaluar përdorimin e burimeve të administratës në zgjedhje, lëshoi një vendim të detajuar dhe e zbatoi pikë për pikë atë vendim. Pse unë ja u rikujtova këto fatos? Sepse është krejtësisht tjetër situata në kushtet e një pluralizmi që funksionon dhe që bën të mundur rotacionin, me kushtet e një pluralizmi të shtypur që nuk lejon rotacionin, që burgos krerë të opozitës, që përdor të gjitha burimet e gjithanshme të shtetit në emër të partisë shtet për të marrë zgjedhjet, që përdor bandat për të kontrolluar votat, përdor administratën për të kontrolluar votat. Pra, jemi në një realitet, për ta përmbledhur me një fjalë që citoj që deklaroi një nga europarlamentarët më të njohur në Bruksel, Michael Gallagher, në Shqipëri tha, krimi organizuar nuk lejon rotacionin e pushtetit. Dhe unë tani vi tek përgjigjja juaj. Ka vetëm një përgjigje. Të ngrihemi në protesta dhe vetëm protesta. Përndryshe, farse ardhshme elektorale nuk do të jetë me 52% Edi Rama, por do jetë me 62 ose 68%. Pra, në qoftë se bindemi për realitetin që është, atëherë ne nuk kemi një rrugë të dytë, nuk kemi një rrugë tjetër fatos, përveç se të ngrihemi me të gjithë guximin të gjithë ata që duan një vot të lirë dhe të përballemi me këtë qeveri gjersa të rikthejmë votën e lirë shqiptarëve. Një narko regjim.